Dje më datë 20/12/2016, Drejtoria Vendore e Policisë Durrës, Komisariati i Policisë Krujë, në bashkëpunim me Drejtorinë për Krimet e Rënda, Drejtorinë e Policisë Shtetit, në bashkëpunim dhe mbështetjen e Prokurorisë Rrethit Gjyqësor Krujë, ka finalizuar operacionin e koduar Shinjestra me goditjen e një grupi kriminal me aktivitet seksuar në zonën e Fushë Krujës, Nikles, në fushën e krimeve kundër personit, pronës dhe trafikimit dhe prodhimit shitjes lëndëve narkotike. Puna për goditjen e këtij grupi filloi me datë 19/9/2016, kur u regjistruan Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Krujë procedimi penal që u ndoq në mënyrë profesionale dhe me metoda speciale të hetimit. Në përfundim të veprimeve, u operua me penalizimin e 10 personave, 7 të ndaluar, 2 të arrestuar në flagrancë dhe 1 shpallur në kërkim. Dhe konkretisht, ndalimi i shtetasit Edison Pula, i vitlindjes 95, lindur dhe banues së Krujë, për veprën penale, vrasje me paramendime ngelur tentativ, shkatrimi pronës me eksploziv, vjedhje me dhunë dhe prodhim dhe mbajtje e armëve dhe municioneve luftarake. Ndalimi i shtetasit Edison Bami, i vitlindjes 90, lindur dhe banues në Fushë Krujë, i dyshuar për veprën penale vrasje me paramendim ngelur tentativ në bashkëpunim, shkatrimi pronës me eksploziv, mbajtje pa leje armëve dhe municioneve luftarake. Ndalimi i shtetasit Ilir Caca, i vitlindjes 71, lindur banues në Krujë, i dyshuar për veprën penale vjedhje me dhunë në bashkëpunim. Ky shtetas ka qenë efektiv i policisë Burgjeve në IEVP Zahari Krujë. Ndalimi i shtetasit Marklen Haka, i vitlindjes 91, lindur banues në Fushë Krujë, i dyshuar për veprën penale vjedhje dhe vjedhje me dhunë në bashkëpunim. Ndalimi i shtetasit Muharrem Sheta, i vitlindjes 91, lindur banues në Fushë Krujë, i dyshuar për veprën penale vjedhje dhe prodhim dhe shitje lëndëve narkotike në bashkëpunim. Arrestimi në flagrancë i shtetasit Claudio Ismalaja, i vitlindjes 94, lindur dhe banues në Krujë, i dyshuar për veprën penale vjedhje me dhunë në bashkëpunim dhe prodhim dhe shitje lëndëve narkotike në bashkëpunim. Arrestimi në flagrancë i shtetasit Arbër Ryqi, i vitlindjes 78, alias Astrit Ryqi, lindur në Mafsheq dhe banues në Kamerës Krujë, për veprën penale prodhim dhe shitje lëndëve narkotike në bashkëpunim. Ndalimi i shtetasit Fadiol Anamali, i vitlindjes 86, lindur dhe banues në Shkodër, për falsifikim dokumentash në bashkëpunim. Ndalimi i shtetasit Arjan Ademi, i vitlindjes 86, lindur dhe banues Tiranë për falsifikim dokumentash në bashkëpunim. Shpallje në kërkim të shtetasit OC, për veprat penale, vrasje me paramendim bendur tentativ, e kryer në bashkëpunim, mbajtje pa leje e armëve luftarake dhe prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike në bashkëpunim. Ky grup kriminal dhe konkretisht, shtetasin kërkim OC, Edison Pula, të ndihmuar nga shtetasi Edison Bami, me datë 19/9/2016, kanë tentuar të vrasin me eksploziv shtetasin Gentian Betja. Lëndën shpërthyese e kishin vendosur në mjetin tip Tuareg që drejtoi nga Gentian Betja dhe e kanë shpërthyer në lëvizje nëpërmjet celularit. Shtetasi Gentian Betja ka ngelur i plagosur. Shtetasi Arjan Ademi, punonjës agenti i kompanisë Vodafone, dhe shtetasi Fadiol Anamali, pronari i dyqanit në Shkodër, kanë bënë të mundur pajisjen e këtij grupi kriminal me karta celular, mbi bazën e dokumentave të falsifikuara dhe në emra të tjerë. Në datë 7/11/2016, ky grup kriminal dhe konkretisht shtetasit Edison Pula, shtetasin në kërkim OC, Marklen Haka dhe Claudio Ismalaja, në bashkëpunim me njëri tjetrin dhe në kërcënimin e armëve kanë grabitur 2 mjete, 1 autovetur tip Benz dhe 1 mjet tip furgon në aksin rrugoj Fushë Krujë. Në datë 19/12/2016, ky grup dhe konkretisht shtetasit Claudio Ismalaja, shtetasin kërkim OC, Muharrem Sheta dhe Arbër alias Astrit Ryqi, në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë transportuar një sasi prej 110 kg lëndë narkotike e dyshuar kanabis sative nga Tepelena në drejtim të Krujës. Janë goditur nga policia në aksin rrugoj Kavaj Durrës. Shtetasi OC ka mundur
të shmanget kapjes policisë duke përfituar nga errësira. Në këtë operacion janë sekuestruar 4 mjete luksoze, një sasi e konsiderueshme prerje kartmonedhash euro dhe lek shqiptare, si dhe 20 aparate celular. Shtetasit e mësipër janë të dyshuar dhe për njësër veprash të tjera të rënda penale, kryesisht grabitje në kërcënimin e armëve, krime kundër personit dhe trafikim të lëndëve narkotike, të cilat nga ana e policisë dhe prokurisë rrethit gjyqësor Kruj janë në fazën e dokumentimit ligjor për këta shtetas dhe persona tjerë që kanë bashkëpunuar me ta. Dhe për shkak se puna është ende në vazhdim, nuk mund t'japim hollësi të cilat do të cënonin sekretin dhe ecurinë e time. Faleminderit. Sa po ju thash që nuk mund t'japim më të dhëna tjera për shkak se cënojmë ecurinë dhe sekretin e tim. Faleminderit.